ligji i dekriminalizimit ka kriju disa efekte, por çka ka ndodhur? Elita politike në bashkëpunim me kryeën organizuar ja kanë gjetur anën. Ja kanë gjetur anën duke hyrë nga dritarja. Komponenti tjetër, nuk ka asnjë logjikë ekonomike që shpjegon fluksin e ndërtimeve në Tiranë. Përpos se penetrimit të parave të pista, rritjen e çmimit të apartamenteve, të cilat nuk ka logjikë ekonomike, nuk ka ekonomist, Hayeku, as Mises, as po përmendën edhe Noit Majt, ndoshta nuk i shpjegon dot se si është e mundur që brenda një kohe kaq shumë të shkurtër ka një bum të tillë vetëm në sektorin e ndërtimit, sepse ky është sektori që dihet historikisht që shumë më lehtë që të pastrohen parat e pista, ka shpërthyer me çmime stratosferë që nuk kanë logjikë ekonomike, dhe pika kritike në ekonomi ose ajo infrastrukturë strategjike, kritike që konsiderohet për një shtet, zotrohen nga shumë pak njerëz. Aeroporti i Tiranës, artera kryesore që lidh Shqipërinë me Kosovën, porti i hidrokarbureve, ku janë 2-3 njerëz të cilët e kontrollojnë, tashmë edhe në Zvërnes flitet për pak njerëz të cilët do të investonin atje. Pra, jo vetëm kjo, po për të shikosh edhe burimin e pasurisë të 10 njerëzve më të pasur në Shqipëri, nuk vjen nga një aktivitet ekonomik i cili prodhon, gjeneron diçka të re për ekonominë shqiptare, por vjen nga kontratat publike, pra nga buxheti i shtetit. Kjo është një ekonomi ku shteti është aktor kryesor. Kapitalizëm kronik. Nuk di, nga pikpamja teorike nuk mund të them se cilit modelin ngjan, por ajo që është e qartë është kjo, Elir, që shteti është aktori kryesor ekonomik. Dhe nëse ti do të merresh me sipërmarrje, do të bësh hire në biznes, duhet të lidhesh patjetër me aktorët politik. Pra që të marrësh licenca, leje, të nënshkruash kontrata publike. Sa prokurime të rëndësishme në Shqipëri janë konkurruese, janë të hapura, janë ndërkombëtare, janë të ndershme. Nuk e di. Vështirë të thuash që ka një proces tenderimi ku aktorët ekonomik paraqesin ofertat e tyre dhe më i miri fiton, pa paracaktuar fillimisht. Mjafton të shikoni rastin e tunelit Llogaras. Kuptohet, u bën një proces tenderimi, u anullua sepse siç duket qeveria nuk ishte e lumtur me aktorin i cili e fitoi, u rihap, fitoi një aktor tjetër ekonomik e kështu me radhë. Pra, nuk kemi të bëjmë me një model ku suksesi përcaktohet nga aftësitë, talenti, merita, puna që ti derdh në sipërmarrje, qoftë edhe në profesion, por nga shteti. Pra sa afër ti je me politikët, me shtetin. Edhe mendoj që ky model është një nga arsyet sepse ne kemi aq shumë njerëz në shesh në Tiranë. Është një model i cili tashmë është hyrë një lloj monstre që po shkatron ekonominë shqiptare, dhe kjo vjet re mjaft lehtë.